Sot keni zgjedhur në poezinë, mos ma trazoni vetmin. Marrën kjo prej kolanës 7 poetika, Durrës 2019, të veprës së doktor Lazaradit, nga cikli Shpresa vdesë e fundit. Mos ma trazoni vetmin është pjesë dhe e librit Shpresa vdesë e fundit të doktor Lazaradit, botuar në Tiranë në vitin 1996. Tashmo 80 vjeçar, doktor Lazaradi, i lodhur nga kjo jetë me shumë ngjitje e zbritje, na jep këtë poezi, që ne po e shoqërojmë me një koment. Kjo poezi është me të vërtet një testament i mrekullueshëm dhe thellësisht prekës, duke përmbyllur ciklin e mendimeve të tij mbi jetën, vuajtjen dhe marrëdhënien me botën mbas lirisë. Poezia e shkruar në lartësinë e moshës, kur doktor Lazaradi po shkonte rreth të 80-tave, dhe pas përjetimit të gjithë kalvarit, kur flet për vdekjen, por kryesisht për vlerën e jetës së tij të vuajtur dhe zhgënjimin nga shoqëria mbas rënies së diktaturës. Poezia është një kërkesë përfundimtare për paqe dhe një akuzë ndaj banalitetit të shoqërisë së re, që sipas tij nuk e vlerëson si duhet rolin e intelektualit e të burgosurve politikë. S'duhet të jem një vaj ma shumë në lumin e 1001 zezave. Ai refuzon të jetë një statistikë. Përjetimi i tij personalit merret është i veçantë dhe nuk dëshiron që ai thjesht të shkrihet në lumin e përgjithshëm të viktimizimit dhe dëshpërimit. S'duhet me shtu asnjë kokër misër në thesin e zbrazës të smirës. Ky është një refuzim i fortë i demagogjisë ose veprimit pa kuptim. Ai e di që vdekja dhe sakrifica e tij nuk mund të mbush thesin e zbrazës të smirës, e cila tashmë është komprometuar nga politika apo nga amnezia shoqërore. Kjo pjesë është një akuzë direkte kundër shoqërisë dhe nderimit në thonjza sipërfaqësor. Ai refuzon simbolet tradicionale të respektit, tufën e drejtafilave. Ai thotë se nderimi i shoqërisë pas rënies së regjimit tashmë ka veç vlerën e talljes. Kjo tregon zhgënjimin e tij të thellë nga mungesa e vlerësimit të vërtetë, nga harresa e shpejtë apo nga rikthimi i paarsyeshëm i sipërfaqësoritetit. E vetmja gjë që kërkon mbi varr është emri i shkruar keq me dorën e të fundmit nip. Ky është një dëshirë për thjeshtësinë, sinqeritetin dhe lidhjen familjare. Vlera e tij varet nga kujtesa e brezave të rinj, nipi, dhe jo nga lëvdatat e zyrtarëve apo i shpërndjekësve. Vargjet kulmore janë: më lëni një aty në krah të vdekjes, me jetue një dashni që ju ma munguet. Ai e gjen dashnin, paqen dhe vlerësimin vetëm në vdekje. Ai akuzon shoqërinë ju, që ja ka munguar këtë dashuri dhe vlerësim gjatë jetës. Vdekja është vendi vetëm ku ai mund të gjejë paqen e vërtetë dhe të përmbush atë që bota e gjallë nuk ia ofroi. Mos ma trazoni vetmin është testamenti doktor Lazaradit për nevojën e paqes mbas tuhis, është një thirrje për respekt të thellë dhe jo sipërfaqësor. Ai preferon paqen e vdekjes dhe sinqeritetin e vetmisë sesa zhurmën e hipokrizisë së botës së gjallë. Mos ma trazoni vetmin. Kur të vdes, askush të mos vajtoj. S'duhet të jem një vaj ma shumë në lumin e 1001 zezave. S'duhet me rrëshqit fytyrash të lodhuna me një dhimbje të re. S'duhet me shtu asnjë kokër misër në thesin e zbrazës të smirës, s'duhet asgjë, veç me lëni vetëm. As tufën e drejtafilave mbi vorr mos e lëni me mba dritë, pse edhe nderimi juaj tashmë ka veç vlerën e talljes. Mbi varr asgjë, veç emrin shkruar keq me dorën e të fundmit nip. Më lëni një aty në krah të vdekjes, me jetue në atë dashni që ju ma munguet. Më lëni, mos ma trazoni vetmin.